Sa herë që në fazën e parë, në prezantimin e talenteve, sa herë shikoja grupe me kostume popullore, të folklorit, nuk mbushesha thjesht me kënaqësi apo nga zëllim sepse shikoja këto lloj veshjesh, po kur shikoja që ishin vajza dhe djemë të rinj, të cilët mishërojnë më së miri traditën dhe elementet që duhet trashëguar besparazvezi, atëre them po, muzika jon, kombi ynë nuk vdesin kur, sepse është e likshme kjo dashurie të trashëgohet besparazvezi. Dhe më së miri e pash tek International Dance Academy Albania. Ata erdhen performuan në mënyrën e tyre me valle plot ngjyra, kostume, por natyrshëm si tek ai filmi që ata janë edhe të kësaj, në këtë mbrëmje ata do të prezantohen me një kërcim klasik. Edhe shpresoj që të jenë lartësinë e asaj që prezantuan në parë. Le ta shijojmë. Bravo, reveranca, bravo. International Dance Academy Albania dhe përfaqësohet nga? Gaja Viviani. Gaja? Viviani. Bravo. Edhe e vendosur një sfond të bukur që më duk për një moment sikur përjetonte madhështinë e teatrit Balshoi të Moskës, se kuptohet se çfarë janë rusët, sidomos në këtë disiplinë. Unë nuk e di, ju jeni profesioniste apo jeni amatore? Më pëlqen të bëhem profesioniste në një të ardhme. A e ke pasion? Po. Ashtu me atë kërcimin plot elegancë që duke që është pjesë e një pune të vazhdueshme, e një disipline, unë do ta përdorja sikur një flutur erdhi rrotullua këtu në skenën tonë Albania's Got Talent dhe na përshëndeti. Faleminderit shumë. Isha shumë kurioze të dija se nga cili balet ishte shkëputur kjo pjesë që solle sonte? Nga Kujdesi Kot. Ishte një pjesë shumë e bukur, nga solle atmosferën e teatrit, operës dhe baletit, nga solle mbrapa në kohë, na solle muzikën e 1800-s, na solle muzikën simfonike, muzikën klasike, na solle puantet, na solle veshje tipike të baletit klasik dhe elegancën tënde. Faleminderit. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Kisha kohë pa e shijuar baletin klasik dhe hyre si një mjell me bukur, fare e bukur, e lehtë si pupël. Dhe na zbukurove natën gjithëve besoj. Ishte shumë bukur, ishte shumë e magjishme, ishte fantastike. Faleminderit shumë. Nuk kam çfarë të them, ishte një flutur, ishte një mjell, shkëlqeve, shumë bukur, kaq. Faleminderit. Me një soutenue, me një contempleur, je te scrans, që quhen këto?
Hajde, qëndrojmë kështu. Ishe shumë bukur. Faleminderit. Performancë jashtëzakonshme. Shumë faleminderit. Murime. Suksese. Faleminderit shumë. Ik Seltiqja. Rëpaps.